Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur pakënaqësi të hapur ndaj propozimeve më të fundit të Iranit për zgjidhjeve të konfliktit për 2 muaj ka ndronditur rajonin dhe ka ndikuar në ekonominë globale. Sipas një zyrtari amerikan të informuar mbi zhvillimet, plani i paraqitur nga Teherani parashikon shtyrjen e diskutimeve për programin bërthamor deri në përfundimin e luftës dhe zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mbi transportin detar. Ky qendrim bie ndesh me kërkesat e Washingtonit, i cili këmbgul për çështjet bërthamore të jenë në qendër të negociatave që në fazat e para. Burimet pranë administratës bëjnë të ditur se Trump ka konsideruar të prapranueshme këtë propozim gjatë një takimi me këshilltarët e tij, duke e parë atë si një nga përpjekjet për të shmangur një nga pikat më të ndjeshme të debatit mes palëve. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Ells, ka deklaruar se White House nuk do të negociojë përmes mediave dhe se vijat e kuqe të SBA-s mbeten të pandryshuara. Ajo theksoi se administrata amerikane synon të japë fund konfliktit në Iran, i cili ka shkaktuar ndërprerje të furnizimeve me energji, rritjen e inflamacionit dhe pasojat të rënda njerëzore. Ndërkohë, përplasjet diplomatike mes palëve i vijojnë të mbeten të thella. Një marrëveshje më parshme arritur në vitin 2015 mes Iranit dhe fuqive ndërkombëtare është kufizuar ndjeshëm në programin bërthamor të Teheranit, i cili nga ana e tij këmbguli se ka qëllime paqësore. Megjithatë, kjo marrëveshje u prish pasi Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme gjatë mandatit të tij të parë, duke rikthyer tensione në nivele të larta. Shpresa për një zgjedhje të shpejtë janë zbehur dhe më tej pas anulimit të një vizite të planifikuar me Islamabad nga i dërguari special amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghachi ka zhvilluar një stër takimesh diplomatike duke vizituar Omanin dhe më pas Rusin, ku u prit nga Vladimir Putin dhe mori mbështetje nga një aleat i rëndësishëm. Me palët që mbeten ende largët nga një marrëveshje, pasojat ekonomike po bëjnë gjithnjë më të dukshme. Çmimet e naftës kanë rifilluar rritjen, duke reflektuar pasiguritë në tregjet ndërkombëtare dhe frikën për një përshkallëzim të mëdhenshëm të konfliktit. Në këtë klim të tensionuar, perspektivat për paqe mbetet e paqartë dhe e varur nga zhvillimet e ardhshme diplomatike.